Ajo është liq total qëtër. Qëre, këtë dokumentacionet janë këto. Por qatë liq, shpijen ma kanë zu pa leje, që 2015 që sovesh, 10 vjetë, nesër e kom gjykimit. Unë s'kom jetu këtu. Kur kom marrë, unë e mini herë nesërit kom marrë, kur e kam pri shpije. Po thot, ne kena shti internet. Pas far internet, unë e me internet as po punoj. Pyetja jone sotit është kja. Nëse të rit, në moshën 18 vjeçare, e shkelin ligjin, me çka do t'i denaje? Varet të çfarë denimin e bën, ligji është ligj, qa shkru ligj, qa të do të dhe mi bo. Nëse një fëmijë i familjes tane e shkel ligjin, Njëjtë është, edhe si familjes teme, si për krejt. si për krejt. Si për krejt. Do me thonë duhet mu denu Normal. Qysh është ligji, qashtu do të më shku. çka kishe ba nëse ish denu dikush i pafajshëm. Ato do të me policia me bo edhe krejt. Qysh do të me pru vend. Ti, qa kishe ba nëse fëmijën tanë e kishin akuzu pa bo krim? Qato këtu është pyetja pak e keqe në Ose pa e Kosovë. qi dorën zemër? Jo, une momentar s'po jetoj këtu. Oke, ku jeton? Une në Gjermani jam. Oke, me fëmijë jeton në Gjermani. Po, me fëmijë ati. Çka kishe ba nëse shteti Gjerman ti kishe akuzu fëmijën e tu pa e shkel ligjin, po të kishton që e kanë shkel ligjin? Atje ligji funksionon shumë mirë. Këto ligji e dihet në Kosovë që shpo funksionon. Unë kom shumë një problem të madhë që 15 vjetë shumë për e kry një ligj. Një ligj. Pse? Se po shtyjet, po Pse dhe ligj? Ajo është ligj total qëtër. Qëre, këtë dokumentacionet janë këto. Por qatë ligj, shpijen ma kanë zu pa leje, që 2015 që sovesh, 10 vjetë, nesër e kom gjykimit. Që 10 vjetë nesër e ki? Gjykimi. Po të na thëjnë ma mirë vënë se ku. Se kur në... Pa, s'është ajo, po është korupcioni të i madhë. A beson që nesëra do t'a fitosh të drejtësien e ligjit tanë? One që është me ligj, ko me fitu. Që s'është pa ligj, djetë. Së në fitaj. Që ka ligj, që shkruan statutin e Kosovës, ligji Kosovës, unë e fitoj. Se ti për shemë unë e s'kom jetu këtu. Kur kom marrë, unë e mini herë nesërit kom marrë, kur e kam pri shpije. Po thot, ne kena shti internet. Pas far internet, unë e me internet as po punoj. Veç pak. Ta kanë shti shpije në internet, pa u konti aty. Jo, po, qysh ka kuzu me hi shpi teme. E senet mrena që i ke pas, ku ti kanë lanë? Shpia u kanë shprast. Urzon një shpi nga të me. Ata kanë pasut me fshi ato, që shpo doke të pak e kanë shkatru, ma shpejt e kanë rëzu edhe ata. Do më thonë të kanë rëzu edhe shpion tane. Po. Po qatë okej. Po i bolë që ta pas kanë hekë bërluj. Po pëse shpijen. Pëse shpijen, e që ta shë kom gjukimin nesër. Mas 10 vjetë. Mas 10 vjetë. A kime kërku dam shpërblim? Me ma bo shpijen që shukon. Kur gjë ma shumë s'po. E për vanimin për 10 vjetë? Shpenzimet krejt që po vim Prishtinë për hotela që po plej. Që s'po flenin shpi ma? Jo, s'ka shpi, krejt ramshosh. Që 10 vjetë tina për hotele Unë e krejt në për hotela kur po A vim i ki Prishtinë. ketë faturat? S'po vim mu faktura. Po ku ki më bazu? Vesh në të ma ban shpijen, s'po du qëtër kur gjë. Se une që ta shumë penzion, po du me jetu shpitame. E vërtet? Unë jam generata e 7 Prishtinës. Këtë të Prishtinës. Po du me të ka thu që e shpiu, ka kështë kështu, po menoj, nëse unë e ko maru 3-ën edhe ato. Aja shpia u maru 88-ën. Po. E qysha, krejt me stuba, krejt me ata. Unë e kom shyleta, po shumë t'i gjeri që ta shyleta ato. Unë e besoj që nesër, mas fitimit tanë, kena më taku në shesha dhe kena me bo prap një intervjist. Po, unë e kom bo intervju edhe atëherë. Ne kemë në kaldu që dole fitimtarë.
Ku mu gjithë veç. Ja që to? Tryt zoti. Faleminderit që ishte pjesë s'ka e jona. problem, ja. E ju të dashur me që rreni me neve sepse gjanat e mira i sillën veç na.